Në prag të festave të fundvitit, Qendra Kulturore e Bashkisë Kukës solli në skenën e Pallatit të Kulturës dramën Pjata prej Druri të autorit Edmund Morris, e interpretuar nga trupa teatrore e nxënësve të shkollës nëntëqare Bram Curi. Drama trajton një problem të ndjeshëm shoqëror, atë të moshës së tretë dhe mënyrën se si shoqëria dhe familja i trajtojnë të moshuarit, ndjeshmërinë shoqërore dhe empatinë ndaj brezave më të moshuar. Kur mos paç inshallah. Jeni më pak e kuptuar këtë. Lërapi të filloi feri. Në çova e tij. Pjata prej Druri në rol kryesor këtu është gjyshi. Është figura e gjyshit, të cilën duan të largojnë në azil të pleqëve nusja dhe djemtë e plakut. Këtu mesazhi që nxjerrim nga kjo dramë është që t'i japim një dorë brezit të tretë, mos t'i lëmë mënjan për një jetë më të mirë. Një veçanti e këtij prezantimi ishte fakti se të gjitha rolet mashkullore në shfaqje u interpretuan nga vajza, të cilët ndanë edhe vështirësitë dhe sfidat e interpretimit të karaktereve mashkullore në skenë. Unë kam rolin e genit, kam një rol mashkulli, sepse shumica për ne vajzave kam pasur rol e djemsh, sepse nuk kam pasur interes nga djemë në teatr, por me punë besoj që kemi arritur diçka, por për ne vajzat ka qenë shumë e vështirë, sepse duhet të përshtateshim me mënyrën e intonacionit, por dhe me lëvizje që duhet të bëjmë djemë, por shpresoj që do dalin sa më mirë. Vështirë është pasi duke qenë se jam një vajzë në rolin e një mashkulli, duhen edhe gestikulacionet dhe duhet edhe të ndryshojmë zërin, të trashet zëri etj, por besoj që ja kemi arritur. Pse s'aktivizohen meshkujt në shfaqje teatrale? Unë mendoj se janë më të ndrojtur. Nuk duan që të dalin para një publiku të tillë dhe prandaj Kuksi ka vetëm vajza. Drama Pjata prej Druri ka përfaqësuar më herët qytetin e Kukësit në festivalin barakombëtar të teatrave për fëmijë të mbajtur në qytetin e Beratit, ku ka marrë vlerësime pozitive nga emra të njohur të teatrit dhe kinemas shqiptare. Shprehet Arieta Rexhepi, përgjegjëse e teatrit për fëmijë në Kukës. Kemi marrë shumë lëvdata nga një juri profesionale, si mund përmendin Ndriçim Xhepa, Juka Mujo, Ramonda Gulku, Luiza Gjuvani, Ani Labisha e shumë të tjerë. Jemi ndjerë shumë mirë. Këtë vit sa çfarë keni dhënë në skenë? Unë si punonjëse e Qendrës Kulturore të Bashkisë është hera e 4 që marrim pjesë në Berat. Është teatri 4 që shkojmë me Berat. Të pranishmit në sat ishin nxënës të shkollave nëntëqare të qytetit, të cilët e ndoqën shfaqjen me interes dhe e shpërblyen interpretimin e bashkëmoshatarëve të tyre me duartukitje të shumta.